Çfarë tregojnë syt për shëndetin tuaj? Syt tuaj janë edhe një tregues i gjendjes së brendshme të trupit. Ndryshime të vogla në pamjen e syve mund të sinjalizojnë lodhje, mungesa ushqimore apo probleme shëndetësore që nuk duhen neglizhuar. Një ndryshim i verdhë i syve mund të lidhet me stres ose ngarkesë të mëlçisë, veçanërisht kur shoqërohet me lodhje të përgjithshme dhe tretje të dobët. Ndërkohë, venat e kuqe në sy shpesh janë shenjë e mungesës së gjumit, përdorimit të tepërt të ekraneve ose stresit të vazhdueshëm. Kapakët e fryrë të syve mund të tregojnë probleme me veshkat ose mbajtje të lëngjeve në trup, sidomos nëse shfaqen rregullisht në mëngjes. Po ashtu rrafët e errët nën sy lidhen shpesh me lodhjen kronike, stresin dhe dobësimin e gjendrave adrenale. Nëse vëreni tike ose dridhje të syrit, kjo mund të jetë shenjë e mungesës së magnezit ose tensionit nervor. Thatësia e syve shpesh lidhet me nivel të ulët të vitaminës A, e cila është thelbësore për shëndetin e shikimit. Së fundmi, shikimi i paqartë, sidomos kur shfaqet papritur, mund të jetë sinjal i nivelit të lartë të sheqerit në gjak dhe kërkon vëmendje të menjëhershme. Trupi flet vazhdimisht përmes shenjave të vogla. Vëzhgimi i syve së bashku me një stil jetese të shëndetshëm dhe kontrolle mjekësore të rregullta mund të ndihmojnë në parandalimin dhe zbulimin e hershëm të problemeve shëndetësore.